Mirëmbrëma të gjithë, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur dhe sonte mbrëma ashtu sikurse çdo mbrëmje tjetër nga e hëna deri të premten, pak pas orës 18:30 minuta në ekranin e televizionit shqiptar në programin e pasdites Paralel. Shpeshherë ne flasim për rëndësinë e edukimit në vazhdim dhe zakonisht këtë lloj po themi studimit të përjetshëm të vazhdueshëm i atribuojmë mjekëve për shkak se ndryshojnë metodat e ndryshme të diagnostikimit dhe kurimit të sëmundjeve etj. Po në fakt çdo njeri i cili kërkon të aftësohet, të rritet profesionalisht brenda profesionit të tij duhet të edukohet në vazhdim dhe të përditësohet, po themi, me të rejat e asaj që kërkon jeta jone e përditshme dhe shërbimet dhe produktet dhe mallrat që ne duam të marrim çdo ditë. Për këtë do të flasim sot për rëndësinë e edukimit në vazhdim për sa i përket çështjeve që lidhen me arsimin dhe me formimin profesional dhe për këtë un kam kënaqësinë të kem në studio në të djathtën time në të majtën tuaj zonjën Hanome Mata, drejtore rajonale e Qendrës së Formimit Profesional numër 1 Tiranë. E thash mirë? Mirëmbrëma. Mirë se erdhët. Faleminderit që jeni këtu. Faleminderit juve. Zonja Beli Cafi, parukjere, estetiste, veterane, jo për moshën, po për shkak të kohës në të cilën ka filluar ta ushtrojë këtë profesion. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Ju falenderoj. Në të majtën time dhe në të djathtën tuaj është Zonjusha, megjithëse pas të 18-ave kanë thënë që gjithë mund të quhemi zonja, Pezana Rexha, Design by Pana, mirëmbrëma, mirë se erdhët, ju falenderoj. E kemi në minorancë, zakonisht ne kemi gratë në minorancë, se dhe jemi shumë të lumtur kur jemi nën maxhorancë dhe burrat në minorancë. Zoti Altin Mici, stilist, mirëmbrëma, mirë se erdhët, ju falenderoj. Mirëmbrëma. Mike e kësaj studio e dashur shumë edhe për fjalët e ëmbla që thotë, zonja Edira Gjoni, unë nuk e kam shumë qef termin analist dhe për këtë arsye përdor termin opinionist dhe opinioniste. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Përshëndetje, në fakt sonë nësinë e njeriu që është shumë afër arsimit profesional. Kështu që t'i harrojmë edhe opinionet edhe analizat. Po çfarë bëjmë? Po të filloj ta bëj kaq të gjatë titrën tënde, duhet të ndalin një 5 ekrane njëri pas tjetrit për çështjet që lidhen me vëmendjen që ke ti ndaj arsimit profesional. Së pari një herë, a është paragjykim? Ja, po e nis me ty Edlira, se na duket sikur flasim më kollaj gjuhën tonë se këto të katërt të tjerat i kanë bërë të parë. Kur të vinë herën e dytë do jem po kaq e familiarizuar me to. A duket sikur kemi paragjykuar në këtë pjesën e rëndësisë së edukimit të vazhdim vetëm për ata që na kanë në dorë jetën, që janë bluzat e bardha, e kemi dëgjuar shpesh këtë. Vetëm ata duhet studiojnë deri kur mos jenë mas ata. Në fakt, kjo qendra e edukimit në vazhdim që është për mjekët nuk ka shumë vite që është hapur, po të krahasosh me se sa vite ka lifelong learning, edukimi për gjatë gjithë jetës që promovohet për arsimin profesional. Kështu që kaq kohë të pakët ka media në fakt kozeta që i kushton në rëndësi, sepse normalisht që mjekësia duket sikur e prek drejt për drejt jetën e njeriu dhe prandaj i kushton edhe vëmendje më e madhe. Prandaj na duket sikur me mjekësinë lindi edhe kjo nevoja për edukimin në vazhdim të nxënët gjatë gjithë jetës, si quhet në arsimin profesional. Po shumë e çuditshme po ta mendosh që ka mbi 25 vjet që ky term jo vetëm që përdoret edhe studiohet edhe që mendohet se si ta aplikohet e si ta bëjmë, si të bëjmë qendrat multifunksionale, të hapim pasdite, të regjistrojnë edhe njerëzit, të vinë aty të përsosin kursin e tyre e kështu me radhë, nuk është një diçka e re në Shqipëri jo, po as në botë jo, më le të ta nis këtë me një histori shumë të lezetshme që vjen nga Danimarka, ku çdo vit regjistrohen rreth 50.000 veta në kurset profesionale, duke filluar që nga kryetari i bashkisë deri te njerëzit më të thjeshtë, edhe është një kuriozitet që kam lexuar këtu se kryetari i bashkisë së Kopenhagenit bëri një kurs edukimi në vazhdim për të rregulluar biçikletën. 3 muaj shkoi në kurs që riparkohet atje. E ka parë këtë biçikletën e bardhë të famshme. Kurse bashkëshortja e tij ndoqi një kurs rroba qepësie te qendra e formimit profesional që kanë ato që kanë në çdo lagje ata se kanë sistemin shumë më të përparuar dhe më funksional se sa ne. Ajo bëri një kurs rroba qepësie sepse tha më pëlqen që të bëj këto gjërat e thjeshta që janë për në shtëpi, nuk më vjen dorë, kështu që po marr këtë kursin. Pra njëri është 50 vjeç, 50 gruaja, 56 bashkëshorti, kështu që vazhdojnë derisa nuk kanë më makinist, ishte një deputet i Danimarkës që lexova se ata kanë më shumë pasion arsim profesional. Ishte mjek tjetri dhe mori 2 vjet kurs për të bërë makinist treni. Do me thënë, në një farë mënyre, kjo që bëjmë ne, pavarësisht profesioneve që mund të kemi në jetën e përditshme, na shërben ne për në jetën tonë. Ndërkohë, po këta njerëzit e tjerë që na kanë në dorë jetën për shërbime, për shembull, Altin, nga minoranca tani. Zakonisht ka qenë një mentalitet i krijuar që, po themi, krijon njeriu një lloj metode të veten të stilimit të prerjes të qepjes dhe vazhdon me atë deri rroba qepset e 50-s, qepin akoma me stilin e 50-s. Jo, le qepin, shumë mirë që qepin, po të mos qepin me stilin e 50-s. Jo vetëm rroba qepësia, jo vetëm stilizmi, po gjithë profesionet. Edhe dentistja e 50-s ai mbush ashtu dhe më të çdo ditë që kalon mëson diçka të re. Un kam miq edhe shok që janë edhe mjek. Edhe thonë që në vitet e para të profesionit kemi bërë gafa. Jo, jam kurioze për shkak ta di si mund të stiloj dhe të qepë kjo me stilin e vitit 50. Jo, një sekond ku jemi këtu? Kujdes se vitet 50 mund të dalë në modë fund mi, ë? Mund të jetë ricikluar moda, mund të ketë ardhur në ditët tona prap.
Jo, atëherë ka qenë kështu me dopjo edhe me xhaketa pak të mëdha, nuk ka qenë ky stili kështu që të ri pas trupit slim fit. Kështu që kam përshtypjen që edhe këto profesione janë sigurisht të destinuara që njeriu të rritet gjatë gjithë kohës, të përmirësoj teknikat e kështu me radhë. Ata që mos futen me profesionet e tjera, po flas konkretisht për profesionin tim, unë çdo ditë kam arrit diçka në profesionin tim edhe çdo ditë mësoj gjëra të reja. Edhe kur shkoj 70 vjeç do mësoj diçka të re ditën e nesërme. Sepse koha do ta kërkojë që ti të jesh i detyruar. Koha do tregu ndryshon, jeta evolon, kërkohen gjëra të reja, kërkohen sisteme të reja, futen teknika të reja në punë, konkurenca është e madhe, globalizmi ka bërë edhe ato që në rast se një profesionist sado le të themi në Shqipëri që ka një status caktuar, po të ballafaqohet me një profesionist po të kësaj fushë në një shtet tjetër, është inferior, dhe kështu që globalizmi bën që duhet të jesh patjetër konkurrent me një, le të themi, një profesionist të fushës tënde të një shteti tjetër, që pastaj të arrish të konkurosh edhe të jesh, sepse le të themi konkurrenca sot është globale, nuk është konkurrencë rajonale ose nuk është vetëm si është brenda për brenda. Po ti mund ta marrësh veshën tënde dhe ta shpihesh diku tjetër, aty ai njeriu që e ka marrë ty në kontakt me dikë që është i huaj edhe ai ta porosisi, kështu që pa diskutim. Ja kopion, ndërkohë që ky duhet të studiojë akoma më shumë të shpikin diçka tjetër të re, sa ajo që ka shpikur do kopionoj. Nuk është thjesht te kopja, është thjesht te produktet e cilësia të shërbimit që ti ofron, duhet të jesh në lartësinë e duhur, sepse mund të edhe shiti online, duhet të jesh në lartësinë e duhur që ti të ofrosh një produkt konkurrues me tregjet e tjera. Pezana është këtu sepse ne jemi një rastësisht në një trajnim, edhe mua ka bërë shumë përshtypje bashkimi i brezave, po themi. Ne gjithmonë kemi një lloj paragjykimi, ose kur themi se këto të vjetrit të bëjnë se janë me të vjetrën, dhe ose këto të rinj duhet bëjnë gjë shkencëtar dhe nuk mund të bëjnë dot të punët e të vjetrëve. Ndërkohë në iniciativën tënde është, po themi, një lloj bashkëpunimi e përvojës së më të vjetrëve, më veteranëve profesionist, për t'u dhënë zanatin, profesionin edhe më të rinjve. Tani që po dëgjoj një gjë, unë kam një parim shumë në çdo zanat apo çdo lloj profesioni, mendoj se gjeneza dhe zanafilla është po e njëjta. Sigurisht ka mjete më primitive apo më pak primitive, por mënyra se si i gjithë procesi ndodh është pothuajse njësoj. Sigurisht evoluon teknologjia, evoluojnë pajisjet që ti mund të përdorësh, që në të vërtetë nuk vinë në shërbim të individit. Ato vinë në shërbim të pronarit, i cili duhet marrë sa më pak të punësuar. Kështu që unë jam pro parimit që disa teknika duhet ngelen deri diku mbase të vjetra siç janë, duke qenë se duhet përdorësh mjete jo shumë sofistikuara dhe kjo bën që të kesh më shumë punësuar, por në të njëjtën kohë është alternativa më e mirë që truri i njeriu të evoluojë tërkohën për gjetur zgjidhje për të gjitha format apo dizajnet që ti do të bësh. Kështu që forma, pastaj kalojmë te pjesa që brezi i vjetër ka gjithë eksperiencën në shtëpinë, ndërkohë që ka një hendek jashtëzakonisht shumë të madh gjatë kohës së demokracisë, që një pjesë e madhe e profesioneve nuk kanë vazhduar më dhe janë vetëm brezi i vjetër që i kanë ato profesione, dhe vjen një brez i ri i cili nuk ka asnjë profesion, nuk di të bëjnë asgjë. Kështu që ka dy alternativa, do ta lësh të shuash gjithë këtë talent që ka ekzistuar dikur, që kanë zgjidhur çështjet dhe problemet e gjithë Shqipërisë para shumë vitesh, ose do ta marrësh dhe ta kthesh në një formë më të evoluar, që të hyjë në shërbim, që të hyjë në shërbim të sistemit në cilin jetojmë aktualisht, të tendencave të sotme dhe të tentosh edhe të dalësh jashtë kufive të Shqipërisë. E njëjta gjë është për artizanat, e njëjti problem nuk është vetëm për Shqipërinë, por është për gjithë vendet të rajonit, sidomos quhen vendet e Afrikës, MENA region, ato kanë të njëjtin problem si ne, që janë duke humbur artizanin në vetvete, dhe arsyeja pse po e humbin është jo se nuk ka njerëz që nuk dinë ta bëjnë si proces, por nuk dinë të hyjnë. Kujt ja japin? Jo, as kjo, por nuk dinë të transmetojnë atë lloj mënyre punimi, ta transmetojnë me një dizajn më të ri. Ka ngelur një hendek midis kësaj. Do të thënë të gjehesh dizajne shumë moderne të realizuar me teknikë të vjetër, ndërkohë që ata janë shumë tradicional dhe bëjnë gjithmonë të njëjtat dizajne, që realisht njerëzit nuk kanë, mund të kenë disa interes, por pjesa më e madhe e tyre nuk kanë. Dhe njëjta gjë ndodhet tek ne. Nëse unë nuk përshtatem me kërkesat e klientëve apo të personave që janë të interesuar për produktet tona, ne do ngelemi në vend të mbrëmjet dhe s'do kemi mundësi të punësojmë njerëz tjerë. Kështu që ne shfrytëzojmë personat që kanë aftësinë edhe intelektin për të na mësuar ne të rinjve të bëjmë gjëra dhe më pas ne të rinjt mundohemi që atë metodë se si bëhen gjërat ta transmetojmë me një dizajn dhe një formë përshtatshme për vitet në të cilat jetojmë. Po. Beni, ndërkohë në profesionin tuaj ka një tendencë për t'i përzier të gjitha. Do me thënë, njeriu që bën parukeri, bën dhe estetisti, ndonjëherë bën edhe mjekun dermatolog, ndoshta jetën mund mos ta e keni në dorë, po kokën
mund na e keni në dorë dhe nga një pakujdesi e caktuar mund të ndodhë që le të përfundojmë me paruka. Unë e shdramatizoj një çik situatën gjithmonë, po kjo është ideja. Kjo ka nevojë për kohën e vet, për punën e vet, edhe në një farë mënyrë edhe për distancimin e profileve të punës, secili në vendin e vet, në punën e vet. Okej, atëherë në radhë parë të falenderojmë për ftesën. Faleminderit që erdhe. Edhe unë dua të them radhë parë dikur në vitet tona kur ne e hapëm këtë lloj fushe, ishte viti 90-91. Ishte shumë i varfër treku. Që u masivizua në një farë mënyrë, se ka patur edhe më përpara, mbajmë ato gratë me flokët gjithësoj. Po, ka qenë diçka kolektive ajo. Nuk ishte kështu ndryshe sepse kur në moment që u more me një gjë që ti je i pavarur dhe iniciativa private, është diçka ndryshe. Por unë them që gjatë viteve të punës çdo vajzë, çdo grua parukere dhe çdo estetiste mund ta them, kjo është shumë e vërtetë që nuk mund t'i bëj të treja. Ose do studioj një fushën e parukerisë, të marri gjithë literatura dhe të gjitha kurikulat që janë për këtë fushë, ose të studioj për estetikën, sigurisht duke ndjekur dhe shumë seminare dhe shumë produkte të reja, të gjitha informacione që vinë në çdo vend tani. Mund thonë edhe interneti, sigurisht edhe interneti ka ndihmuar, por nuk do thotë që një vajzë do shikojë në internet thonjt dhe do hapi sallon, të punoj thonjt sepse ka parë, do një mjeshtër, do një trajnuese që ta shikojë, të di se çfarë po bën, kush janë problemet kryesore, sepse edhe kjo është një gjë shumë e vogël, mund t'i quash thonjt. Po në thonjt, ne tani që shkojmë në panairin e madh që bëhet në New York, për thonjt është 3 ditë seminar dhe është vdekje prurës. E pse na shajnë neve na thonë që bota po i lë thonjt edhe ju po filloni t'i bëni tani? Jo, ka ndalë gjëra të reja Kozeta tani, është teknologjia ka avancuar aq shumë sa që ne nuk jemi përballë një rreziko, mund ta quaj. Çdo vajzë që do të eci përpara dhe ka vetëm një sallon për thonjt, ajo i dedikohet asaj, studion më shumë, merr produktet e fundit më të rejat dhe ajo s'ka pse të ketë probleme me klientelën e saj. Nëse do jetë kështu dhe do të studioj dhe gjërat tani janë shumë të qarta. Një vajzë që nuk ka vajtur asnjëherë në një panair, në një seminar, nuk mund vje keq dhe mundësia mund të jetë e pakët e disa vetave. Por unë mendoj që duhet ta shtyn veten dhe të ndjekin gjërat e reja, duke parë sigurisht edhe literaturat. Nuk them për librat e mia, unë librat i kam filluar që në vitin 2005. Është i pari. S'mundi bëj të gjitha, po këtu ka një libër për paruker, një libër për make-up artist, më falni, një libër për lëkurë, si çka ke për të tre? Sigurisht, 24 vite të mia të biznesit, unë kam mbledh ato çfarë unë kam dalë suksesshme në këtë fushë. Prandaj, fusha e parukerisë nuk mund të kopjohet. Ajo është një diçka unike dhe është private, sepse nuk mund ta kopjosh diku tjetër, se sot ligjet janë të standardizuar, do ta kesh copyright, të cilin mund ta kaloj në shumë hallka të tjera dhe ti penalizohesh nëse ti kopjon. Kjo e parukerisë është unike, është e imja. Estetikës po është në bashkëpunim me Romën, në shkollën Medical Aesthetic, që ma ka ndonë të drejta, dhe kurse make-upi është me të Amerikanit, salonin Amerikan. Shteti mirë mbrëma. Është, unë nuk është se jam ai tipi njeriu që i bën fresk prioriteteve të qeverisë, po në fakt, formimi profesional dhe edukimi në vazhdim është ndër prioritetet e qeverisë së fundmi, apo jo? Sepse çfarë? Sepse tregu punës i kërkon? Do ta theksoja, më duhet ta theksoj patjetër këtë që thatë ju, se me vërtet rezultatet janë të prekshme dhe të dukshme. Për vitin 2014, formimi profesional ka një performim ndryshe, falë vëmendjes veçantë të qeverisë dhe punës së veçantë që është bërë nga Ministri i Mëshirës Sociale, zoti Erion Veliaj, që të gjithë e kemi prekur dhe e kemi parë nëpërmjet medias e shtypit për sensibilizimin që ka bërë ai për integrimin e gjithë shtresave në formim profesional. Dhe për këtë flasin shifrat, edhe faktet që unë do t'ju referohem tani. Për vitin 2014, rritja ka qenë, fluksi ka qenë tepër i madh. Një moment i veçantë është këtu edhe heqja e tarifave, vendosja e tarifave falës për kurset e formim profesional, Kjo ishte iniciative e Ministrit të Mëshirës Sociale, e cila ka influencuar edhe kjo në rritjen e fluksit në kurset e formimit profesional, dhe për vitin 2014 në qendrën tonë kemi regjistruar 3385 kursant, të cilët janë certifikuar
dhe ku përqindje më të madhe këtu e zënë gratë dhe femrat. Më falë që ndërprezent një moment, ju lutem, se për shembull Beli dhe Altini nuk është se janë rastësisht të përzgjedhur nga unë për këto profesione, sepse deri para paku, nuk e di tani, i është dhënë kanë qenë të shumta në numër kurset e formimit profesional, ose te sektori i parukierisë, ose te sektori jo i stilimit, po i ekzekutimit të stilimit të robaqepsisë. Ka patur shumë. Ka ndryshuar ky raport, janë futur profesione të reja, është parë nevoja për profesione të reja. Po e diskutoja paksa dhe me Altinin më përpara, sigurisht që robaqepsia ngelet një nga profesionet e kërkuara në tregun shqiptar, dhe lind domosdoshmëria që patjetër të gjithë fasonët të drejtohen formimit, të na drejtohen neve për të marrë punëtor të kualifikuar dhe jo të marrin nga tregu, do të thënë nga tregu i punës direkt. Për këtë neve kemi punësuar, do të thënë, kam qenë jo vetëm formim, po dhe punësim, kemi punësuar goxha nga robaqepsia, mbasi kemi krijuar kontakte bashkëpunimi me fasonet për që këto kursant të punësohen. Mirë po, sot tregu i punës ka dhe kërkesat të tjera, ne kemi hapur shumë kurse që janë të tregut punës, si që janë kurset për riparim ashensorësh, një kurs i munguar në tregun shqiptar, një kurs tjetër është për riparim dhe shtrirje të aparateve elektromjekësore, po dhe ky munguar në tregun shqiptar, një kurs i kërkuar i cili ka dhënë produktivitetin e vet, mbasi ne jemi lidhur me kompani të mëdha, të fuqishme, dhe ato i kanë marrë kursat në tanë, mbasi kanë mbaruar kursin edhe i kanë punësuar. Do të thënë kjo gjë po funksionon shumë mirë, po kështu janë hapur dhe kurse të tjera, siç janë kondicioner makinash, kurse për panele diellore, servis kompjuter, kur është për të përmendur fakti që një pjesë e mirë e kursantëve i kemi edhe me arsim të lartë, në disa nga këto kurse si aparat elektromjekësore apo servis kompjuteri, mund të them që shifra 70% është nga arsimi i lartë, të cilët dalin jo të kompletuar për pjesën e praktikës, do të thënë kanë të domosdoshme dhe i shikojmë që janë të interesuar dhe zënë të tuash një përqindje të mirë në këto kurse. Kozeta, do të sqaroj diçka në lidhje me qendrat profesionale në Shqipëri, që janë ndryshe nga shkollat profesionale normalisht, sepse shkolla është institucion edukimi, bën 2+1+1 që është arsimi profesional sot, 4 deri në 5 vite, kurse qendrat profesionale ofrojnë kurse trajnimi në kohën kur ti ke kryer detyrimet me të gjitha, mund të jetë mos i ke shkryer, mjafton që të kesh 16 vjeç, mbi 16 vjeç, dhe janë 3 deri në 9 muaj. Nuk e di nëse ka kurse më gjatë se sa 9 muaj. Në përgjithësi janë këto, domethënë edhe certifikata është edhe nga Ministria e Maqedonisë Sociale, nga Përkatësia. Tani deri para një viti apo diçka më tepër, trendi ka qenë që në qendrat e formimit profesional në përgjithësi regjistroheshin punë kërkuesit nga një shtresë të caktuar që ishin në kërkim të një pune, madje kërkonin edhe ndihmë për startup business, për fillimin e biznesit të tyre, dhe prandaj edhe shpjegohet që pse kishte një fluks shumë të madh drejt kurseve të parukërisë, nëse nuk ishte jashtë brenda qendrës, por madje edhe jashtë qendrës, se tani edhe janë sistemuar pak më mirë, dhe për këto gjërat e tjera të thjesha robaqepsinë tjetër me radhë. Mirë po, vitin e fundit e në vijim gjërat kanë ndryshuar. Pse? Jo pse ka ndryshuar qeveria, por është tregu që të dikton të gjitha këto lloj ndryshimesh. Në qendrat profesionale të gjitha këto modernizime që përmendi drejtoresha, ka ndodhur sepse këtë kërkon tregu. Ti nuk mund të jesh të operosh më si qendër profesionale dhe të jesh konkurrente me shkollën apo me ofrimet private, me qendrat private, nëse rrin edhe ofron akoma gjuhë të huaja, kompjuter edhe parukeri edhe robaqepsi. Do ngordhësh si qendër, normalisht pastaj edhe nuk mund të mbështes me fonde qeveria, kështu që lindin këto kurset e reja dhe interesantja është kthimi i syve, në fakt, i këtyre njerëzve që kanë mbaruar të mesmen ose të lartën, ose janë paralel në një universitet dhe bëjnë edhe një kurs profesional, për të pasur edhe një profesion tjetër ose për të pasur edhe disa aftësi të tjera, pra për të aftësuar edhe një profesion të dytë. Dhe interesantja është që nuk janë vetëm qendra profesionale, shumë interesante është fakti që edhe në disa prej universiteteve janë këto degët e reja, jo thjesht inxhinieri siç e ka pasur përpara inxhinieri mekanike, teknike ndërtimi, kemi sot inxhinieri për jo vetëm për si ka sistemi energjia diellore, për sistemin e paneleve diellore, jo vetëm panele diellore, por janë sistemi i avancuar, domethënë për gjithë sistemi ngrohje ftoje. Pra janë profesione të reja dhe nuk thua thjesht IT, siç ka qenë deri tani, po bëj kompjuter dhe IT, këto kanë qenë kurset e preferuara, edhe brenda IT-s tani janë shumë të specifikuara. Çfarë do bësh brenda IT-s? Ke rrjet mi mbajtje kompjuteri, mi mbajtje printeri, dhe këto elektroshtëpiaket që tani janë shumë të modernizuara, nuk janë më thjesht rregullim lavatriçes siç kanë qenë më përpara. Pra
Po kështu është, e vërteta. Leva të rishë me pult. Po jo, Blerja re që ke bërë, ka bërë një abazhur me pult, ta ullë dhe ta ngrejt dritën nga shtrati. Tani ka një problem këtu, Kozeta, ky është një zhvillim shumë pozitiv, shifrat ka vërtet, ka rritet regjistrimi me shkolla profesionale, në qendra profesionale, njerëzit janë duke u ndërgjegjësuar që është mirë që ta mësosh një zanat qoftë edhe nga këto modernët, jo nga këto të klasikës, nuk flasim më për hidraulik kur përmend mirësinë profesional, çështja është që këta të shkretet akoma mund të marrin 1, 2, 5 certifikata, tregu i punës vazhdon, domethënë që të jetë jo shumë dashamirës. Mund të them diçka për tregun e punës? Kam një mendim shumë personal dhe shoh për ditë. Unë nuk mendoj se nuk ka punë. Unë mendoj se ka njerëz që nuk duan të punojnë. Unë e shoh për ditë, e shoh vetë tek ajo çka unë bëj, shoh tek miqtë e mi. Po ja të themi për shembull, moshat e reja, të cilët duhet të ishin personat më të angazhuar për të punuar, janë më të vështirët për të punuar, nuk duan të punojnë, janë të pakënaqur gjithmonë dhe personat që vinë punojnë për të zënë vendin e tyre janë 50 vjeç e sipër, sepse gjithë jetën e tyre kanë kuptuar se çdo të thotë punosh edhe janë të gatshëm të punojnë. Kjo ka një mendoj se ka mungesë pune. Kjo ka një arsye tjetër. Shikoj gjithë ky çrregullimi i tregut të arsimit në Shqipëri bëri që këto njerëz që nuk duan të punojnë të rinj, blen statusin e tyre përmes një diplome, nuk blen dijen apo kulturën e punës, po blen një status falso social dhe ata gjithmonë mendojnë që janë në pritje të një emërimi, në pritje të një pune që do të jetë puna e tyre ëndrave, që s'kan për ta gjetur kurrë. Si rrjedhim ata kthen. Si mund të jetë emërimi punë ëndrash? Shndërrohen ashtu është, po të gjithë emërit jetë një punë, e cila ti mund të mbash. Kozeta, të gjithë ndrojnë të bëjnë drejtora, në Shqipëri duke nisur që nga 23 vjeçarët, mund të 20 duan të bëjnë drejtor. Prandaj nuk punojnë, sepse kanë një mungon, prandaj janë 50 vjeçarët i thonë të drejtë. Unë kam marrë një djalë rasti konkret. Kam marrë një djalë i cili e ka bërë kursin e marangozit. Është një nga më të mirët që unë kam patur gjatë gjithë kohës, si në sjellje, si në edukim dhe çdo gjë tjetër. Unë mendoj se problemi është shumë i gjerë se sa kaq. Nuk është se nuk ka dëshirë për të mësuar profesionin, se kurset fëmijët i bëjnë, i çajnë prindrit, kurs piano, kurs kështu, domethënë zhvillimi i tyre po shkon në skajtë të skajshme. Problemi është shumë i madh. Ne duhet të fillojmë të kuptojmë se cili nga ne që ka një farë strukture për të kaluar deri tek drejtori dhe këtë duhet ta realizojmë gjithë bashkë. Kjo është ajo që ne duhet të kalojmë. Handikap shoqëror, është handikap shumë i madh. Shumë i madh shoqëror që në gjenezë duhet fillojë që në klasë parë, klasë 2, klasë 3 që njerëzit të kuptojnë që ka ca stade për të shkuar deri te drejtori apo kudo tjetër. Belita, lutem përfundoj mendimin dhe pastaj t'ja kapim fjalën drejtoresh. Atëherë unë mund të thoja ke tregu sigurisht që është i mbushur, sepse çdo njëra edhe nga themi nga ana femërore, vajzave, po të shikosh është ky biznesi ynë është i mbushur. Në një pallat ke 8 parukiere. 8 farmaci, 8 klinika stomatologjike. Janë të njëjtë biznes, edhe një mobilieri. Por unë e mendoj ndryshe tani. Koha fillon dhe eliminon ato që nuk i kanë aftësitë profesionale. Nëse një vajzë, unë e thash edhe pak më përpara, nëse një nuk e studion dhe nuk kërkon një gjë më të re që të tërheq klientelën, të di të bëj gjëra ndryshe nga një tjetër, atëherë unë them që kjo tregu i mbi populluar të një profesioni asnjëherë nuk vdes. Unë mendoj se vetëm nuk pasurohen me një biznes, me një profesion, por jetojnë mirë. Të paktën siguron jetesën e një familje dhe unë them që dhe kjo fusha jonë është e përmbushur, është plot e përplot, Kozeta, po të shikosh estetiste, parukeri. Me shërbimi suksesshëm është ai tek i cili njeriu kthehet nesër ose herën e dytë kur ka nevojë përsëri. Sigurisht, kur ty nuk të ka humbur ai person dhe të ka ardhur sërish, ti do thosh që atëherë unë e kam realizuar një gjë që është për ta pëlqyer. Jo, pa qëllim theksova atë që është bërë një punë shumë e mirë, sepse me vërtet janë mentalitete, ka koncepte dhe ne jemi ndeshur me këto, kemi bërë një punë shumë të mirë, kemi vajtur dhe në për zona, në Paskuqan dhe në zona të tjera, sepse është mentaliteti të vi të bëj një robaqepsi, të punoj robaqepsi. Kemi hap një kurs që është riciklimi mbetjeve urbane, që është një kurs i ri, domethënë sot në Shqipëri, por ne jemi drejtuar atyre shtresave që e kanë të domosdoshme një punë, i themi që një profesion është më tepër garanci në jetë, sepse duhet të dalësh mbledhësh kanoçet nëpër kur ti ke një fabrik, janë 12 subjekte të tilla që operojnë në tregun shqiptar dhe i garantojnë punësimin këtyre familjeve dhe ne mundohemi që t'i ndërgjegjësojmë duke i thënë shiko se çfarë është një profesion, është më tepër një garanci dhe jo pa qëllim të thash që po bëhet një punë diçka më e madh. Ne nuk pretendojmë që një kursantët aty të dalin me kategori 6, sigurisht përpiqemi, domethënë jo të shikojmë vetëm aritmetikën e numrave, por edhe cilësinë. Ne janë drejtuar personat veçantë që kanë ata që duan të mësojnë ke ne, ku kanë mbajtur në Itali dhe kudo tjetër, duke na thënë
Ju faleminderit për atë çfarë kemi marrë ke juve se po na vlen shumë këtu në jetë. Do flasim pak për rëndësinë e kurrikulave me një herë pas një hapësire të shkurtër publicitare dhe një insert të përgatitur nga gazetare Katerina Kostrista, që kështu i ka ndarë dhe ajo, njerëz të cilët vonë kanë filluar të mësojnë, po themi, një profesion dhe njerëz të cilët ka bler dijen dhe diplomën me para. Dhe kur themi e bler, jo e bler domosdoshmërisht kështu, po edhe vitet e investimit financiar që shkon shkollë për ditë, harxhon para për kafe, për fotokopi që si lexon kurrë, edhe kjo është ta blesh pavarësisht se mos e kesh falso. Kthehemi pas pak.